Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga dhimbjet e qafës dhe shpinës. Me këtë recetë do i thoni lam të mirë dhimbjeve. Spondilartroza cervikale është një sëmundje shumë e përhapur jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën. Kjo sëmundje prek kryesisht shtyllën kurrizore nga qafa deri te vertebrat e fundit. Dhimbjet manifestohen kryesisht te krahët, qafa, shpatullat, duart, ndonjëherë edhe te koka. Pjesa e qafës vuan nga një presion i jashtëzakonshëm si pasojë mbajtjes së kokës ulur gjatë punës në kompjuter ose në telefona celular. Megjithatë, kjo sëmundje është e menaxhueshme dhe ajo mund të mbajë nën kontroll për të mos prishur cilësinë e jetës. Por si të lehtësoni spondilartrozën në kushte shtëpie me këto përdorime të thjeshta, sipas Del Site? Aktiviteti fizik mund të jetë një mburojë shumë e mirë për çështjen tuaj. Mungesa e aktivitetit fizik nxit shfaqjen e spondilartrozës. Përpiquni të bëni aktivitete fizike të paktën 10 minuta në ditë. Sipas të dhënave, aktivitetet më të rekomanduara janë ecja, noti dhe ciklizmi. Kompresat e ngrohta dhe të ftohta gjithashtu mund të qetësojnë në gjendjen tuaj dhe të japin rezultate fantastike në këtë drejtim. Një mënyrë tjetër për të lehtësuar këtë problem është të përdorni në mënyrë alternative kompresat e ngrohta duke i alternuar me ato të ftohta. Kompresat duhet të vendosen në zonën e qafës dhe tek shpatullat. Kompresat e ngrohta përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe gjithashtu qetësojnë në muskujt. Kompresat e ftohta do të zbusin inflamacionin dhe entjen dhe do të japin rezultate fantastike për të qetësuar gjendjen tuaj. Një tjetër produkt fantastik i cili mund të shtohet në dietën tuaj për të përmirësuar edhe shëndetin dhe për të mbajtur larg komplikacionet është edhe përdorimi i hudhrës. Hudhra është shumë e mirë kundër dhimbjeve të kyçeve, qafës, shpatullave dhe artritit. Konsumoni 2 thelpi hudhër esëll në mëngjes dhe i shoqëroni ato me ujë. Edhe farat e susamit janë fantastike në çështjen tuaj shëndetësore, pasi do të japin rezultate të mira në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sipas informacioneve të Del Site, farat e susamit janë të pasura me kalcium, mangan, magnez, zink dhe bakër. Ato përmbajnë gjithashtu edhe element mjaft të mirë ushqyes që do të japin rezultate fantastike kundër këtyre shqetësimeve. Ekspertët i cilësojnë këto fara si një mburojë pasi janë të pasura me vitaminën K dhe D, të cilat janë të dobishme për kyçet dhe për kockat tuaja, duke dhënë rezultate fantastike në drejtim të organizmit tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Gjithashtu ju mund të përdorni vajin e ngrohtë të këtyre farave si një mundësi fantastike për të masazhuar gjendjen shëndetësore dhe gjithashtu për të evituar komplikacionet e tyre. Xhenxhefili është një produkt shumë i mirë ushqyes që mund të japë rezultate të mira për shëndetin dhe gjithashtu të largojë komplikacionet. Përdorimi i xhenxhefilit në këto raste mund të përmirësojë rrjedhjen e gjakut dhe të lehtësojë edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Xhenxhefili përmirëson qarkullimin e gjakut, zbut dhimbjet e shkaktuara nga inflamacioni dhe jep rezultate të mira në mbrojtjen e shëndetit. Gjithashtu, xhenxhefili mund të konsumohet si çaj ose mund të përdoret si vaj esencial për të masazhuar qafën dhe për të parandaluar gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Uthulla e mollës do të japë rezultate fantastike në këtë drejtim, pasi mund të nxjisë edhe një përforcim më të mirë të organizmit tuaj. Zhytni një peshqir të vogël në një legend të mbushur me uthull modhe dhe e mbani mbi qafë për disa orë. Kjo do të jetë një mënyrë fantastike për të përmirësuar shëndetin dhe për të lehtësuar gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Gjithashtu mund të bëni të paktën një herë në 2 javë këtë veprim. Ju mund të bëni edhe një banjo duke hedhur në vask 2 gota me uthull modhe. Do të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Speci i kuqdjegës mund të jetë një alternativë e shkëlqyer për shëndetin dhe gjithashtu të përmirësojë gjendjen tuaj imunitare. Kapsaicina që gjendet me shumicë tek speci i kuqdjegës do të ndihmojë dukshëm në lehtësimin e dhimbjeve, sidomos edhe në lehtësimin e inflamacioneve, duke nxitur një mbrojtje më të mirë të organizmit. Bëni masazh me vajin e ullirit të përzier gjithashtu me specin e kuqdjegës pluhur. Mbuloni zonën me një fashë dhe mbani atë për disa orë ose edhe gjatë gjithë natës.
Rezultatet do t'jenë fantastike dhe mbi të gjitha do t'japin një mbrojtje më të mirë të imunitetit tuaj. Mos qëndroni ulur në të njëjtën pozicion për një kohë të gjatë, pasi kjo mund të jetë një arsye kryesore e nxitjes së dhimbjeve tuaja. Mos ngrini objekte të rënda dhe mos konsumoni fasule, oriz dhe miell të përpunuar, pasi mund të nxisin edhe gjendjen tuaj imunitare, citojnë ekspertët. Përpiquni të qëndroni drejt dhe jo shtremër, të shmangni dëmtime të mëtejshme të shtyllës kurrizore. Kjo është mënyra alternative më e mirë, e cila do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Sipas USA National Library of Medicine, është e rëndësishme të ndiqni këto këshilla gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku për të patur rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Përpiquni të menaxhoni çështjet tuaja shëndetësore duke ndjekur edhe hapat e duhur për të përmirësuar gjendjen tuaj të shpinës. Nëse keni dhimbje të kurrizit të shpinës, madje edhe të këmbëve, të cilat kryesisht shkaktohen nga ulja e tepërt ose nga puna e rëndë fizike, duhet t'i trajtojeni mjekut tuaj për të marrë një trajtim të specializuar. Mos u shqetësoni, pasi mund të ekzistojnë edhe receta natyrale të cilat ju ndihmojnë të bëni një zgjidhje natyrale të këtij problemi dhe mbi të gjitha të lehtësoni çështjen tuaj. Provoni këtë recetë natyrale në kushte shtëpie dhe nuk do të njihni më dhimbjet e shpinës për shkak të zgjedhjeve të mira natyrale në kushte shtëpie dhe ndryshimit të pozicionit. Nëse dëshironi që të harroni dhimbjet e shpinës, atëherë duhet të ndiqni mënyra natyrale për të përmirësuar çështjen tuaj dhe për të evituar gjithashtu edhe dhimbjet e tyre. Për këtë rast ju duhet të konsumoni këtë përzierje që përmban: një fik të thatë, kajsi të thata dhe 5 kumbulla të thata. Këtë përbërje mund ta shtoni në një blender, ta përzieni për të marrë një recetë sa më natyrale dhe më pas, përfitimet që do të merrni do të jenë të mahnitshme. Rezultatet janë të mira në rritjen e përfitimeve dhe gjithashtu në mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Përdorimi i këtyre alternativave në kushte shtëpie do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Secili prej këtyre produkteve natyrale do t'jap një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve. Gjithashtu, këshilla me mjekun tuaj mund t'jenë vendimtare edhe për të lehtësuar komplikacionet. Qëndrimi për një kohë të gjatë ulur, mbajtja e peshave të rënda, gjumi juaj i parehatshëm dhe sforcimet gjatë aktiviteteve fizike janë disa prej shkaqeve kryesore të cilat të nxisin edhe dhimbjet në shëndetin tuaj, që çojnë në shfaqje therse të dhimbjeve të shpinës. Ndaj, përpiquni që të zgjidhni produkte natyrale të cilat në kushte shtëpie do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e dhimbjeve tuaja të shpinës. Duhet nevojiten në këtë rast një çorape najloni, një çorape pambuku, 2 gota ujë me oriz të pagatuar dhe një lidhse për çorapet. Mbushini çorapet e najlonin me oriz dhe pasi t'i keni lidhur mirë, i fusni në mikrovalë për 3 deri në 5 minuta në temperaturë maksimale. Më pas, çorapen e najlonit e fusni brenda çorapes tjetër dhe vendosni për disa minuta në pjesën ku keni më shumë dhimbje. Kjo do t'japë rezultate fantastike për shëndetin dhe gjithashtu do të përmirësojë dukshëm organizmin tuaj. Ndjekja e kësaj mënyre natyrale në kushte shtëpie do të jetë një mënyrë fantastike për të lehtësuar dhimbjet tuaja të shpinës derisa të paraqiteni tek mjeku për të marrë trajtime të specializuara. Nëse çështja juaj rëndohet gjithmonë më shumë, paraqituni tek mjeku specialist për të marrë trajtimet e duhura dhe mbi të gjitha për të evituar komplikacionet e tij, pasi është çështja e vetme e cila do të ndikojë pozitivisht edhe në mbrojtjen e organizmit tuaj, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.